Gjykata e posaçme vendosi ditën e sotme që t'i drejtohet kuvendit për të kërkuar heqjen e imunitetit për zëvendëskryeministren Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë vendim të SPAK-ut, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur Ndue Pietra. Zoti Pietra, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Zoti Pietra, si e gjykoni këtë vendim të SPAK-ut për të hequr imunitetin e Belinda Ballukut dhe siç duket ndoshta për të kërkuar një masë arresti ndaj saj? Tani normalisht duhet i largohemi një herë e mirë këtyre historinave inatçore ose në shërbim të krave të majt apo të djathtë. Tu bëhet fjalë për një vepër penale të cilën pretendohet pra gjithmonë që është konsumu, por duhet dim vetëm një gjë, që vendimet e qeverisë nuk mund të hetohen në këto forma që pretendojnë ata. Pra, vendimet janë kolegjale dhe nuk mendoj unë që është një hap i drejtë për sa i përket organit të akuzës ose SPAK-ut në këtë rast. Sepse në qoftë se ne do krijojmë idena dhe do marrim prova të thanuna nga opozita, automatikisht është i destinuar për të dështuar përsëri organi i akuzës dhe prokurori. Por unë të garantoj, sepse nuk ka asnjë të drejtë Parlamenti i Shqipërisë t'i hapën rrugën një inadit politik për sa i përket Belinda Ballukut apo edhe të tjerë deputetëve. Nuk them që nuk ka pas dhe nuk ka për të pas historina qoftë me vjedhje, qoftë me shpërdorim detyre, me të gjitha format. Po duhet gjejnë mekanizmin, pa aftësia e prokurorit të çon në këto probleme. Tani themi ne që ai ka për të kërkuar për sa i marr lejen e heqjes së imunitetit. Nuk ka për ta marrë as edhe një herë. Është e pamundur që pra në qoftë se gabon një prokuror, por nuk do të gabojnë edhe 140 deputet të tjerë. Pra, këtu është pikpyetja e madhe ose handeku ligjor që këta nuk e kuptojnë se çfarë bëjnë. Ai e ka fare mirë prokurori, heton çështjen, arrin në konkluzionet e tij, e denon dhe me një herë arreston. Po pse do ta bëjnë këtë? Pra, këto nuk janë veprime që i shërbejnë askujt, janë veprime inatçore, qoftë të opozitës ose pozitës. Avokat, për çfarë inati mund të ketë prokurori me Belinda Ballukun? Prokurori ka dështuar në këtë rast. Dhe ai prokuror, pra veç se ai normalisht duhet të jepte dorëheqje në këtë rast. Por ai nuk arriti me dhënë dorëheqjen, por nuk duhet të menojnë ai që të kërkojnë çishrën hell. Unë e thash edhe një herë që nuk jemi pra, këta gjithë kanë vjellë, e meritojnë burgun gjithë, çfarë janë. Por unë flas për mekanizmin ligjor, nuk duhet që ne të joshna dhe të një bëjmë hetime për qefin e askujt. Pra, është një person i zgjedhur nga populli. Pra, është me votë. Ka 83 mandate kjo qeveri. Në qoftë se, në qoftë se nuk është tani, kjo 13 vjet që po vjedhet kjo gjallë. Dhe çfarë ka hetu prokuroria këto vite me radhë? Pra, i to që janë kanë dalë sot, i ka ditë populli, i ka ditë prokuroria, i kanë ditë gjithë. Ashtu janë edhe inceneratorët. Edhe për atë e dim shumë mirë që sot, edhe pse është kjo situatë, edhe pse SPAK-u e ka në hetim, edhe përsëri paguhen lek në një rast kur nuk ekziston asnjë lloj shërbimi. Pra nuk ka incenerator dhe paguajnë pare. Po nuk ka vepër penale kjo? A kjo vepër penale që duhet ndiqet? Po jo, kjo që pretendojnë që ka firmos diçka ose ka diskutu diçka me varësit e saj. Është muhabet që duhet t'i shkuta një herë e mirë, se kështu do thotë që gjithmonë qeveria është e rrezikuar për këto forma të palishme. Nuk ka rëndësi është Belinda Balluku, është kushdo që tjetë, ministre, kryeministre, gjithçka, por ama njek procedurën. Pra askërkush nuk quhet, pra me kushtetut i denuar pa një vendim formës pere.
Ti mund ta marrësh të pandehur, është çështja jote, çështja e prokurorisë, por nuk do thotë që ajo pse është marrë pandehur ka provë. Jo mos zotëri. Po ka se kështu ma ne ja gjithë merren pandehur. Kjo llogari i lodhi me Lul Bashën. Pra, ai bani llogari të gabim edhe doli manet. Avokat, ju po thoni që prokurori mund të ketë dhe, po themi, direktiva nga opozita për të goditur Belinda Ballukun? Unë shoh veprime të paligjshme. Kur ekzistojnë disa veprime të paligjshme në kundërshtim me kodin e procedurës, do thotë që linin pyetje nga më të ndryshme. Qoftë prokurori, qoftë gjithkush. Avokat, çfarë ndodh tani, si është procedura? Procedura nëse do t'i bëjnë kërkesë kuvendit, do ta hedhin në votim dhe nuk ka për ta marrë lejen, autorizimin për të bërë veprimin. Nuk ka për ta marrë, jo se nuk donë me lëshu Belindën, që të kuptojemi, por nuk donë që të kundërshtojnë pra për të bjenë nesh procedurës penale. Derisa kemi një procedurë penale, ne duhet rrim në fushina. Nuk kemi pse për interesat askuj të kalojmë në stratosferë. Avokat, po nëse kuvendi nuk e miraton lejen për heqjen e imunitetit, çfarë ndodh më pas? Po se miraton, nuk e miraton, po të thonë që se miraton. Se nuk ka arsye ta miratojnë, jam shumë dakord. Pra nuk ka arsye. Ajo mund të ketë vjedh gjithçfarë. Pra mund të ketë vjedh gjithçka. Por ama duhet ndjeksh rregullat për ta marrë provën ashtu siç e ka kodi i procedurës penale. Nuk mundesh të ecish me hamenjet e deputetëve të tjerë ose kundërshtar për të kryer një veprim. Pra ata duhet ta kuptojnë mirë mos zotëri, sepse jemi para një fakti. Ku ka gabuar prokurori, avokat, që se ka ndjekur procedurën siç duhet? Po gjithkund më pa edhe këtu tani, edhe ky rast është një rast tjetër. Sapo gjykata kushtetuese. Pse se bani përpara se gjykata kushtetuese të shprehej? Pse nuk e bani? E na loj kush? Pra tregon një kamgullje në kundërshtim dhe veprimin kundërshtim me ligjin për të bërë një veprim tjetër për të sensibilizuar popullin. Tani ne shohim që këtu më e rëndësishme është kur të vjedhin disa gjëra tek shtëpia, të vjedhin hekrat e pasaj, të vjedhin makinën, të vjedhin të gjëra dhe ma sensibilizim ka kjo se sa historia e një ministri ose kryeministri. Për ne rrugët janë bërë, keq dhe mirë janë bërë. Tani këtu kanë vjellet, ne e dim që kanë vjell. Ne e dim që pushteti kur merret vetëm për me vjell, nuk merret për me një mund tjerë. As kërkush se ndihmon popullin, as i vetë botë. Avokat, ndodhur këtu në këto kushte, le të themi që prokuroria e posaçme nuk e merr dot heqjen e imunitetit nga kuvendi. Gjithashtu po themi që edhe Rama nuk e lëshon Belinda Ballukun. Si veprohet procesi më tej? Bie që të shkohet në gjykim? Patjetër do gjejnë provat, siguron provat dhe vazhdon në gjykim. Ta deklarojnë pafajshme dhe automatikisht e ndalon. Kështu funksionon. Ajo duket i drejt avokat që kuvendi mund mos e kaloj, po themi, t'ja heqë imunitetin Belinda Ballukut dhe të shkojë në gjykat për të parë nëse është e fajshme apo e pafajshme. Pse duhet që kuvendi bëhet pengesë? Po jo, mos ka asnjë arsye, sepse do bëhet shkak në të ardhmen. Pra këto veprime të gabueshme të prokurorit do jenë shkak për tani jetën në Shqipëri me gjithë qeveritë tjera. Nuk diskutojmë këtë qeveri. Diskutojmë gjitha qeveri tjera që do vinë pas. Nuk mundesh të kërkosh diçka që nuk i përket personit. Pra nuk ka asnjë implikim kryeministri ose zëvendës kryeministrit për firmën që lëshon. Çka do thotë që ajo është detyrë, është vendim kolegjial ai, nuk është vendim unanim i Belinda Ballukut ose Edi Ramës ose një ministri tjetër. Pra këtu jam unë për të heqë një herë mirë këtë barikad të mentalitetit shumë të vjetër, që ne të kemi në kontroll gjithçka. Jo, zotëri. Vendimet kolegjiale janë vendime kolegjiale. Vendimet që merr individi vetë, si individ, jam shumë dakord.
Avokata, mendoni që mund bje qeveria nga këto kërkesat SPAK-ut? Ka qeveria bjen dhe nuk bjen. Këtu problemi është thjesht që të njëjtim procedurën. Në qoftë se një shtet që nuk është mbi baza procedurale, pra nuk mund të jetë shtet kurrë. Atëherë na do jetë si koha e Enverit që me 2 dëshmitar fusin mren. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.